Ndjekës tanë online në Post MK dhe Medial MK, intervistën e radhës do të zhvillojmë me kryetarin e Kërçovës, zotin Fatmir Dehari. Zoti Dehari, mirë se vini në intervistën tonë. Mirë se u gjeta. Pa u marrë shumë, pa u mendu shumë, t'ju pyes troç, nëse nuk ka konsenzus mes partive shqiptare, a rrezikohet Kërçova? Mendoj që Kërçova është një ndihmëri e veçantë për ne shqiptarët në përgjithësi. Jo vetëm për qytetarët shqiptarë të Kërçovës, por flas për shqiptarët që jetojnë në Republikën Maqedonisë, pse mos jetë edhe për pjesën tjetër, në fakt ku për të arritur në këtë situatë që jemi, kemi thënë në vazhdimësi se janë meritor një brez shumë më herët, apo shqiptarët brenda një periudhe më të gjatë me kontributin e tyre. Dhe shikuar nga ky këndvështrim, çdo moment që mund të rrezikojë humbjen e qytetit, pra len pasoja të mëdhaja, sa i takon historisë të larë me gjak të shqiptarëve, por edhe atyre që kanë dhënë shumë mund dhe djerës. Dhe unë mendoj se ky moment, për këtë moment të reflekton çdo shqiptar, qoftë si individ, qoftë i organizuar në grupime të ndryshme politike, reflekton pozitivisht, por mos me dhënë hapësirë që të na ndodhi një moment i atill, që të vim deri tek humbja e qytetit. Dhe kam shpresë se të gjithë palët politike, po ajo çka është më e rëndësishmja, qytetarët tanë, kërçovarët dhe në veçanti migracioni, mërgata shqiptare, më e vetëdijshme si kur për rëndësinë e fitores së qytetit, do të mobilizohet, do të përkushtohet siç është përkushtuar gjithmonë, duke vlerësuar në historinë tonë dhe duke vlerësuar sigurisht edhe në atë tanimë që ka dhënë frutet e veta ky qytet me administrimin e ri shqiptar dhe do të pasojë me fitoren e radhës. Zoti Dehari, sa mund të ketë marrëveshje të sërishme mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s për Kërçovën, a do përsëritet 2013 në këtë aspekt? Po gjithçka është e mundur, asnjëherë s'mund të themi se nuk mund të bëhet kështu ose ashtu, në rastet kur partitë politike kanë interesa nga më të ndryshme, qoftë në zgjedhje parlamentare apo në zgjedhje lokale. Pra historikisht koalicionet kanë qenë pra pjesë e partive politike dhe kjo është e mundur, por natyrisht me rrethanet e reja të krijuara, pra me formimin e qeverisë së re, edhe pse shifet një lloj përplasje në mes dy taboreve politike, LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s, mund të ndodhi që mos mbështesin një kandidat të vetëm, mund të ndodhi që të dalin me kandidat të dyja partitë politike. Për këtë moment nuk kemi në informacion më të sakt apo qëndrim të njërës apo partisë tjetër politike nga radhët e partive maqedonase. Pritet në ditët në vazhdim të shohim, dhe të thot, në përputhje dhe me kornizat afatet ligjore, se a do të dalin me kandidat përbashkët apo jo. Një rol të rëndësishëm në fitoren historike, Nuskan kishin dhe mërgjimtarët. A prisni që ata t'i përgjigjen ftesës suaj dhe ftesës shqiptarëve në përgjithësi, që ata të vinë dhe të votojnë sërish? Të ndalimi të mërgjimtarët dhe të flasim për kontributin e tyre, sigurisht duhet shumë kohë, duhet shumë hapësirë, nga që nuk është një moment i vetëm Kërçova i kontributit të tyre. Unë kam theksuar dhe dua në vazhdimësi ta theksoj dhe natyrisht ne kemi për obligim çdo njeri që t'ua përcjellim edhe brezave më të ri, pjesën më të ndritur të historisë sonë, ku pa bëjmë pjesë mërgjimtarët tanë, dhe me këtë desha të them që edhe me krijimin e shteteve tona më meritor pra janë mërgjimtarët, qoftë të shteti shqiptar më tani që kaloi 100 vite e ca, po edhe shtetit të Kosovës ku mërgjimtarët migracioni ka luajtur rolin kryesor, pa dyshim në çdo aktivitet, në çdo projekt, qoftë kombëtar, qoftë ekonomik, po ashtu kanë qenë mërgjimtarët tanë bartës të këtyre projekteve, mbështetës kryesor të këtyre projekteve dhe janë projektin e vitit 2013. Pra ato edhe njerë dëshmuan se të shmojnë vlerat e sakrificës, shmojnë vlerat e luftës, Kërçova, Struga,
Çairi, Sarai janë prodhimi i luftës së vitit 2001, pra ushtri shkrimtare kombëtare, dhe ato dëshmuan se jo vetëm që mbështetën aktivitetet e ushtrisë shkrimtare kombëtare, por edhe jetësuan, pra kërcova tani më qeverisë që ja 4 vite nga ne shqiptarët, dhe padyshim se mërgërimtarët tanë, po ato janë që do të vendosin për fatin e këtij qyteti. A besoni se është koha tani që shqiptarët të votojnë kandidatin, të mbështeten te kandidati, te të arriturat e tij, te puna e tij dhe jo te partia? Gjithmonë qytetarët kanë hapësirë që mbi bazë edhe të profilit të kandidatëve, qoftë për kryetar komune, qoftë për deputet, tani në fushën politike ngarojmë edhe me deputet, kanë mundësinë që të vlerësojnë edhe strukturën politike, programet e saj që ofron qoftë për zgjedhjet parlamentare, qeveritare, qoftë edhe për zgjedhjet lokale, por padyshim që edhe kandidatët gjithmonë luajnë rol mjaft rëndësishëm, edhe kështu duhet të jetë. Fatmirësisht kohët fundit, e kam thënë edhe më herët, një nga veprimet e mençura që bëjnë tani partitë politike janë edhe anketat, pra është mendimi i marrë nga ana e qytetarëve, dhe mbi bazë të vullnetit shumicë qytetarëve përcaktohen pastaj qoftë për kandidaturat komunale që janë shumë të rëndësishme për qytetarin, qoftë edhe për deputet. Pra unë kam përshëndetur këtë ide dhe këtë lloj mënyre të përzgjedhjes dhe vazhdoj të qëndrojnë atë se vullneti i shumicës i qytetarëve, pra mendimi i shumicës i qytetarëve duhet të jetë përcaktues për kandidaturat, qofshin ato komunale, qofshin ato parlamentare, po pse edhe jo qeveritare, se në fund të fundit mbi vullnetin e qytetarëve ne edhe qeverisim, dhe pse mos tjenë ato të cilët bëjnë përzgjedhjet. Ka ndodhur shpesh që partitë politike bëjnë përzgjedhjet, dhe pastaj natyrisht revolta ka qenë shumë më e madhe nga ana e qytetarit, apo pakënaqësia, dhe është kryesisht ndryshe kur qytetari vetë bën përzgjedhjen, apo është pjesë e asaj përzgjedhje, dhe natyrisht kjo pastaj ka të bëjë edhe me vazhdimsinë e punës të kryetarit, apo deputetit, apo ministrit, nga se po të përcjellni me vëmendje fjalorin qoftë kryetarit një komune, qoftë deputetit parlament, qoftë ministrit, thotë qytetari zë vendin e parë, apo ne qytetari pjesë e vendimarrjes. Pra, për disa ne konsiderojmë se qytetarët janë pjesë e vendimarrjes dhe qytetari zë rëndin e parë, atëherë unë mendoj që kjo mundësi duhet të krijohet, të jepet qytetarëve në përzgjedhjen e kandidaturave për të qeverisur, pra qoftë me qytetet apo me qeverinë. Zotëri Fatmir, dhe krejt për në fund, ditëve të fundit ishte pak si buj rreth emrave që do të garojnë për komunat ndryshme, si në taborin politik Macedonos, po ashtu edhe natë shqiptar. Dhe pikrisht do ndalem edhe unë të kjo pyetje. Fundja nuk do e zbuloj mujnë në nxehtë. Do kandidohet Fatmir Dehari për Kërçova dhe njerë? Tani është koha që të fliten dhe përfliten emrat e kandidaturave, shpesh ato dalin dhe kanë nga qarqe të ndryshme, qoftë mediale, apo qoftë grupore, apo qoftë teke njerëzish. Sido që tjetë, ne duhet të jemi parimort në këtë aspekt, atë si që përmenda më herët, pra është rrjedhshmëria e atij parimi që qytetarët tjenë ato që do vendosin për kandidatët. Unë vazhdoj të mbroj qëndrimin që mendoj është mjaft parimor. Vullneti i shumicës i qytetarëve duhet të jetë përcaktues apo të përcaktoj kandidaturat e kryetarëve të komunave. Në veçanti, në mos harrojmë Kërçova, Struga, pra janë 2 qytete të cilat tani më garojnë etnikisht, dhe këtu është krejtësisht një situatë tjetër krahasuar me një komunë tjetër, Tetovën apo Gostivarin, dhe natyrisht ndihmëria shumë e madhe, dhe në këtë rast edhe kujdesi duhet të jetë shumë më i madh. Në këtë rast dua të theksoj edhe faktin që unë 4 vite që lë pas kam punuar për të realizuar vullnetin e qytetarëve, dhe brenda asaj periudhe bashkë me qytetarët, si që përmenda,
vazhdimisht vendimarrës në sjelljen e vendimeve kryesore për projektet dhe zhvillimin e qytetit, në çdo parashikim të buxhetit dhe në realizimin e tij, në veçanti bashkëpunimi me diasporën, pra qoftë në Evropë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në çdo aktivitet kam marrë pjesë apo në çdo projekt që kanë iniciuar ata apo ne, dhe deri në momentin që unë vazhdoj të jem në detyrë, pra i përkushtohem punës për të jetësuar ato ideale, ato projekte që kanë buruar nga vetë qytetarët dhe kurse si për të fituar një mandat tjetër. Dhe përveç asaj, nëse në hollësi mund t'i qaseni punës Kërçovës, kuvendit komunal dhe kryetarit të saj, do vreni se në asnjë moment ne nuk kemi promovuar politika partijake, përkundrazi, jemi përpjekur që t'jemi një administratë profesionale, pra një kryetari të gjithë qytetarëve, pa dallim etnik, mos flas partijak dhe pa dallim në asnjë moment fetar. Dhe ato projekte të cilat janë realizuar në atë komunë reflektojnë pra kërkesat e vetë qytetarëve dhe janë në të mirë të atyne qytetarëve, jo ndonjë partije tjetër politike. Dhe shpresoj në këtë parim gjithmonë të udhëhiqet qyteti jonë, të udhëhiqet Kërçova, pra dhe të përcjellet një mesazh edhe në komunat tjera, në vendbanimet tjera, se një kryetar komune është i zgjedhur për të qeverisur qytetin e jo për qeverisur një subjekt politik. Dhe në këtë aspekt unë mendoj se përsëri le të jetë vullneti i shumicës i qytetarëve ai i cili do të vendosë për kandidaturën. Dhe mendoj që në këtë këndvështrim, nëse vullneti shumicës i qytetarëve të Kërçovës do të përcaktohet për të udhëhequr apo për të kandiduar edhe një mandat në qytetin e Kërçovës, si gjithmonë jam rritur, jam trajnuar, jam kalitur brenda popullit dhe do përpiqem të jem përsëri brenda popullit dhe me popullin. Zotëri Fatmir, faleminderit për kohën që ndatë. Faleminderit dhe juve, gjithashtu edhe unë ju dëshiroj sukses punën tuaj profesionale dhe natyrisht etike. Shikues të nderuar, ndjekës tanë online të postit dhe medialit, ju ftojmë që të na ndiqni dhe në intervista tjera. Nuk du t'ju zgënejmë. Na ndiqni.